Qeveria në largim të Gjermanisë ka miratuar një ndihmë shtesë për 3 miliard eurosh për Ukrainën këtë vit, duke e çuar totalin e ndihmës së saj ushtarake në më shumë se 11 miliard euro deri në vitin 2029. Vendimi u mor pas miratimit të një rregullimi fiskal nga Parlamenti gjerman, duke lejuar qeverinë të sigurojë fondet e nevojshme. Kjo lëvizje vjen në një kohë ku shtetet europiane ndodhen në presion për të forcuar mbështetjen e tyre ndaj Ukrainës, sidomos përballë pasigurisë së rritur për garancitë e sigurisë nga SBA-ja në presidencën e Donald Trump. Kancelari në Olaf Scholz kishte këmbën ngulur më parë për lehtësimin e rregullave të humarrjes si një parakusht për ndihmën shtesë dhe miratimi i kësaj pakete financiare shihet si një përparim i rëndësishëm në këtë drejtim, sipas dokumenteve të Ministrisë së Financave të para nga agjencia e lajmeve Reuters. Ministri i Financave Jörg Kukis ka informuar Komisionin e Buxhetit të Parlamentit për miratimin e fondeve shtesë. Nga këto 2547 miliardë euro do të përdoren këtë vit, ndërsa pjesa tjetër do të përfshijë një rimbursim nga Fondi Evropian i Paqes. Në periudhën 2026 deri në vitin 2029, qeveria planifikon të angazhojë dhe 8252 miliardë euro për ndihmë ushtarake, duke e çuar shumën totale të ndihmës në një nivel të paprecedent për Gjermaninë në këtë konflikt.